Se jeni në menopauzë, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Menopauza është koha kur cikli menstrual të një grua ndalon dhe sipas shkencëtarëve zakonisht kjo ndodh te gratë në moshën 48 vjeç. Simptomat që e karakterizojnë menopauzën janë si ndërrimi i shpejtë i humorit, ndërrimi i shpejtë i humorit, ndërrimi i shpeshtë i temperaturës trupore dhe probleme me gjumin. Po ashtu, simptomat të tjera janë edhe depresioni, probleme me memorien, probleme vaskulare, kokëdhimbje si edhe stresi. Është mirë që çdo grua gjatë kësaj kohe të merret me aktivitete fizike, të pi ujë mjaftueshëm, të ketë kujdes në ushqim, të mos konsumojë alkool, sheqerin dhe kripën. Gjithmonë tregoni të vëmendshëm, pasi menopauza sjell edhe mjaft ndërlikime shëndetësore tek gratë, si për shembull probleme me tensionin, problemet me sëmundjet e zemrës apo me osteoporozën, duke bërë që të keni kocka edhe më të brishta.